Me organizimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës u promovuan librat e profesor doktor Jusuf Osmanit, Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-99 dhe Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë në vitin 1998-99. Dy veprat janë përplot me fakte nga krimet serbe në Kosovë gjatë luftës së vitit 1999. Fillimisht, autori shpalosi fotografi të dëbimeve masive të shqiptarëve që nga shekulli 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Pastaj foli edhe për kolonizimin e Kosovës nga kolonët serb pas 1945-s. Vazhdoi me shpjegimin për vrasjet, masakra, dhunimet dhe dëbimet e popullatës shqiptare nga vendi i tyre autokton në vitet 1998-99. Janë dy libra, Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë, ku janë regjistruar 1380 fëmijë, prej tyre 298 të moshës deri në 5 vjeçare, ndërsa kam arritur që të regjistroj 12.100 viktima civile të vrarë në këtë periudhë, duke filluar nga janari deri me 12 qershor kur hyn trupat e NATO-s në Kosovë. Prezantohen edhe të dhona të tjera për masakrat që janë bërë, për dëbimin e popullatës shqiptare, për dhunimet ndaj femrës shqiptare, ku kam evidencuar rreth 20.000 femra shqiptare të dhunuara në këtë periudhë. Pastaj dëmet e luftës, rreth 15 miliard dome janë bërë në Kosovë, sipas një parallogarie. Rënimet e objekteve vendbanimit, objekteve ndihmëse, xhamive, shkollave, objekteve të tjera. Janë regjistruar 188.000 objekte të rënuara. Që të dy veprat, Krimet e Serbisë të Kosovës 1999 dhe Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve, të autorit Osmani ofrojnë fakte rënqese për krimet serbe në Kosovë, sidomos për ato në vitet e fundit të luftës në Kosovë. Universiteti ynë viteve të fundit është shndruar në një qendër të rëndësishme për projerimin të veprave të rëndësishme, sidomos nga autorë dhe institucione me renome, si nga vendi Prishtina, Tirana dhe qendra të tjera kulturore dhe arsimore. Si qendër universitare, ku i ndjekin studimet me qindra student nga e gjithë hapësira shqiptare dhe ku ligjerojnë me 10 pedagog nga Universitetet e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, më shumë se kur kemi nevojë për tubimet të këtilla. Jo sa për të promovuar libra, tekste universitare, vepra shkencore dhe artistike, por më tepër për ta unifikuar dijen dhe të arriturat tona të përbashkëta kulturore dhe shkencore. Në këtë mënyrë, jo vetëm që shkëmbejmë përvoja dhe literaturë, por e ngrem më lart nivelin e afirmimit të vlerave tona të përbashkëta kombëtare. Sidomos promovimi veprave si këto që po prodhojmë sot është me një rëndësi të veçantë sepse librat janë përplot me të dhëna dhe fakteve që paraqesin dokumentacion për krimet e Serbisë në Kosovë gjatë viteve 1998-1999 dhe të periudhat të mëhershme që u kanë paraprirë këtyre krimeve. Për rëndësinë e organizimit të promovimit të këtyre libra e foli prorektori për arsim Feari Ramadani. Historia e Kosovës e fundshekulit të 20 karakterizohet nga ngjarje të shumta, të cilat sa janë të rëndësishme dhe të lartëdijshme, po aq janë të dhimbshme dhe trishtuese. Në kohën kur bota e civilizuar po kalon të procesin e globalizimit, të hapjes së të afrimit midis popujve, të minjanimit të ndasive dhe konflikteve, Kosova po përballej me një luftë të tmerrshme, me gjenocid e spastrim etnik që ushtroi nga pushtuesit e dhunshëm serb. Një tablo e përgjithësuar në lidhje me këto krime njerëzore të kryera nga regjimi fashist serb i udhëhequr nga Slobodan Milošević, na paraqiten në veprat Krimet e Serbisë në Kosovë në vitet 1998-1999 dhe Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë 1998-1999 të botuar nga doktor Jusuf Osmani, të cilat po i promovojmë sot. Këto dy vepra janë mjaft voluminoze me nga 600 faqe secili. Ato përmbajnë informacione të detajuara dhe shumë të hollësishme për krimet e kryera në Kosovë gjatë viteve 1998-1999 nga Serbia. Autori përveç shumë fotografive që flisnin vetë, solli edhe shifra të sakta të dhunës së ushtruar mbi popullin shqiptar nga dora barbare serbe.